Pse jeni sot këtu në protestë? Unë vi nga Tirana për të mbështetur këtë protestë. Faktikisht jam nuse në Durrës dhe familjarët tanë kanë rrezikuar për mbytjen. Shumë nga të afërmit, Teze, Xhaxhallari kanë familjet dhe të gjitha sendet e tyre orendit shtëpiake i kanë në ujë dhe bëhet fjalë për zonën e Porto Romanos. Ne jemi në dieni që për sa kohë ishte hidrovori në funksion, hidrovori vjetër, deri diku ka funksionuar, por pasaktësitë dhe punët e bëra keq, siç është hidrovori i ri i cili faktikisht është mbi nivelin e duhur, pra duhet ketë sigurisht, unë nuk jam teknike, po kaq gjëra ne e kuptojmë që uji të shkojë poshtë duhet ta bësh saktësisht punën tënde. Pra, Ti sot ke ardhur nga Tirana apo Safat për këtë protestë? Po. Ndërkohë me kaq pjesëmarrje sa shen në shesh. Je zgënjur apo si orar i informuar është vetëm fillimi, do duhet që të presim që banorët të vinë. Besoj që do të jetë gjithë pasditja sot protesta, me sa kam dëgjuar kanë patur orare të ndryshme të informuara si rrjedhim. Unë do të qëndroj këtu për t'i mbështetur të gjithë qytetarët. Ju thash, kam jetuar dhe vetë në Durrës. Po, do qëndroj dhe në ora 6, patjetër. Dhe e mira është që banorët të kuptojnë që nuk punohet vetëm një herë, nuk punohet kur bie shiu. Duhet që shteti të punojë gjatë gjithë vitit për t'i sistemuar gjërat që të jetë gati në këtë moment. Faktikisht, ne kuptojmë që emergjenca civile, Ministria e Mbrojtjes apo bashkitë nuk punojnë gjatë vitit dhe kapen nga fil, kapen të papërgatitur. Ky është problemi sot, pra. Ka një strukturë e cila nuk merret me problemet qytetare, me problemet e popullit, por merret për të mbuluar vjedhjet e veta. Dhe nëse qeveria vazhdon të ndjek e të mbulojë një vjedhje në synim për një vjedhje tjetër, atëherë sigurisht do të gjendet e papërgatitur. Unë nuk jam e zgënjur, besoj që qytetarët durrësak do dalin dhe është shumë e rëndësishme që protestat të vinë në rritje. Është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi bashkë. Ka arsye për të protestuar kur mungon ujë, kur ka përmbytje, kur ka zjarre të vendosura qëllimisht me qëllime të fshehta, kur ka korrupsion, kur ka vjedhje, ne duhet bëhemi të gjithë bashkë kundër sistemit hajdut. Pra, në qoftë se nuk bashkohemi, atëherë nuk gjejmë zgjidhje, por dua të kujtoj të gjithë durrësakëve vetëm diçka. Në Vlorë nuk kishin ujë dhe të gjitha fjalët na thoshin që uji dhe pompa tubacioni do të rregullohet në datën 5 janar. Faktikisht qytetarët u mblodhen, protestuan me vendosmëri, dolën dhe bllokuan gjitha rrugët, ushtruan presionin e duhur dhe tubacioni erdhi në 12 të natës. Nëse ka presion, këta dëgjojnë sepse e dinë se sa keqe kanë situatën e tyre, ndaj presioni qytetar është jashtëzakonisht i domosdoshëm për të zgjidhur problemet. Faleminderit.